është damkosur në raportet e institucioneve të Bashkimit Evropian dhe me të vërtet mendoj që keq më keq do të shkojë dhe do të jetë një njollë zezë për Shqipërinë. Okej. Sheva? Lidhur me problemin opozitar, shumë shkurt dua të vetëm kaq që gjithë strategjia e opozitës për të kanalizuar denuncimin, kritikën apo dhe premtimin tek rrëzimi i Ramës është e gabuar. Gjithë fuqitë e saj në fakt duhet rikanalizohen tek ndërtimi një alternative. Dhe është parë qartë që përveç se jo efektive kjo strategji, nuk i intereson me njeriu, të gjithë e din çfarë ndodh këtu. Ajo që ne nuk dim akoma është çfarë alternative ndryshe mbi këto probleme që neve i flasim dhe i analizojmë çdo natë e çdo ditë ofron forca më e madhe në opozitë Partia Demokratike. Mungesa e alternativës, për mendimin tim, është mëkati më i madh i zotit Berisha dhe turbullira që krijon ku me molotov, ku me protesta, ku me primare, vetëm për të mos pasur një alternativë, unë mendoj që e bën atë bashkëfajtor të njëjtës skem politike që na vjel dhe na godet ne, pra na jep diçka ditën për të na e marrë natën. Okej. Karanja? Unë mendoj si mund të rrezohet Rama? Rama rrezikohet shumë, domethënë kohët e fundit po të kemi parë dhe reagimin e Pilinçit. Pilinçi ka lëshuar një ultimatum që do të për 7 ditë duhet liroj zyrën. Mendoj se ultimatumi Xhapilos është një, domethënë do ta vërmë shumë pozita vështira, sidomos me fshirjen aty në. Ky është shkaku që u bashkuan. Po, ky është shkaku që është trembur Rama nga ultimatumi, ka bërë valizhet gati. Ultimatumi Xhapilos, domethënë, se ai paka shumë i moshësh me një politikan tjetër, domethënë, është trembur shumë pa mazë. Mendoj që do kemi zhvillimin ditën vijim. Nuk e di Premçi ç'a informacionesh ka, por se ti se ke punu dhe në polici. Unë kam një informacion tjetër që Rama është rëzu, po duke qenë se është shumë i gjatë ka zënë opozitën poshtë. Me skenar të frikshëm kjo Karanja? Vallaj, Xhapilo, mendoj, do lëviz. Okej. Kekja? Shiko, për tej pjesës komike, mendoj shkurtimisht për 2 çështje që u ngritën. Çështja e bashkëpunimit. Unë mendoj që do duhet të mësohemi për një bashkëpunim shumë të dëndur mes opozitës dhe majorancës në parlament, sa i takon votimit të ligjeve që lidhen me çështjet e integrimit. Në tërësi, Shqipëria do duhet të miratoj ose përshtas rreth 350 ligje në kuadrë të gjithë procesit të negociatave. Pra do shojmë të fundin e bashkëpunimit. Pjesën më të madhe të këtyre ligjeve miratohen me shumicën që ka vetë Partia Socialiste, por mendoj që në kuadrë të bashkëpunimit, Partia Demokratike nuk do të refuzoj të votoj për ligje që lidhen me çështjet e integrimit, sepse është një nga premtimet që Berisha e ka dhënë publikisht, dhe unë besoj që këtu nuk duhet gjykuar apo para gjykuar apo të themi që po bashkëpunojnë, po bëjnë, sepse procesi i integrimit është i përbashkët. Pastaj, se çfarë duhet bëj Partia Demokratike, unë mendoj dhe kam thënë shumë herë dhe jam e të linë me Gertin këtu, që sa të harxojë energji rrugëve, të ulet dhe të merret me veten, të rinovoj projektin, platformën, leadershipin për të bërë alternativë e besueshme, sepse unë mendoj që shqiptarët nuk kanë më nevojë për t'i thënë që qeveria është e korruptuar. Okej, me Krishnikun të lutem, nëse kemi këtë lloj bashkëpunimi, opozita nuk po e rrëzon, e tha pak Karanja, paku duket që ka dosje, po nuk po e çon në rrëzim Ramën, a do të jetë Pilinçi ai që do e rrëzoj Ramën, Krishnik? Me një fjali të Ramiz Alia shpiku idenë e rripave të transmisionit. Rripat e transmisionit ishin Fronti Demokratik, Lëvizja e Rinore, pra dhe këto përbënin atë gruaja, Fronti i Gruas, Lëvizja e Gruas, dhe këto përbënin pluralizmin në komunizëm. Aktualisht, vetëm ma përkufizo se jam në limite. Partia Demokratike është një rrip transmisioni i Partisë Socialiste, që me ndryshimet aktuale, duke ezauruar pluralizmin politik, pra një parlament shumë ngjyrësh, duke shkuar drejt sistemit dypartijak, garanton përjetësisisht Partinë Socialiste, jo vetëm me Edi Rama, po me Erion Braçën, me çdo lloj personi që mund të jetë në krye PS-s, dhe duke i garantuar gjithmonë numrin 2
Partisë Demokratike. Pra nuk rrëzohet, thjesht mbahet fort në fuqi. Faleminderit Krishnikut, faleminderit